Selam aleikum, thot Hoxh. A është halal martesa pa nikah? Aleikum selam rahmetullah. A mas sqaron ti çka kupton me fjalën nikah? E nëse ti nuk mundesh, po ta sqaroj unë. Fjala nikah do të thonë një martesë e cila ngritet mbi dispozitat fetare, e që është prindërit e dy palëve të janë pajtimit, dy trit të janë pajtimit pa imponim, të ketë dëshmitar në atë marrëveshje dhe të ketë dhuratë të nusërisë. Nëse plotësojnë çdo kushte, në rregull je. E ti tash, a ke qëllimin që pa miratimin e djalit, pa miratimin e vajzës, pa miratimin e prindërve, pa dëshmitar, pa pajtë të nusërisë, cila po mungon që po thu pa nikah. Nëse qëto që unë i përmenda si rregulla ekzistojnë, atë nuk është patjetër me ardh hoxha me boni dua aty. Nuk është patjetër me pasu në komune letër dhe malë dëshmit martesës. Ajo në komunë vlen për administratë, për para shtetit, para do të thonë dokumentave shtetërore. A në fe, para Zotit, çto rregulla që unë i përmena. Nëse i ki qëto, në rregull je.